Mi mëngjes njerëz, përshë që ka ardhur diçka e re te Tesla. Edhe thash t'jo prezentoj ose t'jo tregoj. Që jeni tu e pa ora 6:38 edhe që këtu shenja që kjo do me thonë që diçka ka ardhur e re edhe është gati për me bë download. Deri tash e kom pas softverin 2026.8.3, stash që ka ardhur e reja është 2026.8.6.1. Unë ta lëshoj që tash, deri sa të shkojnë në punë, shpeshifni kretë të shkojnë punë, kjo bëhet download edhe mandej ka të kthena jo prezentoj se çka ka të reja. Do me thonë ne shkojmë këtu, shtypim edhe e lidhim me internet. Duhet me lëshu internetin telefon. Këtu dul Adi iPhone, do me thonë interneti jam me telefonit. Që tash lidhet. Jo lidh me internetin tem. Edhe këtu duhet me dal e Gjelbert. Që Gjelbert nisi me bë download edhe këtu ka fillu me downloadu që me 3.9 MB. Kështu që kur të kryhet downloadi e instaloj edhe diçka u bë këtu ndihma e parë. Edhe si që thash, masi ta bëj download, e instaloj edhe ja u tregoj se çka ka të reja. Stash vazhdojna me rrugën deri në punë. Herën e fundit e keni pa këtë rrugë me borë. Stash filloj me dalë pranvera edhe gjithë shka me lullësu edhe Gjelbert. Njerëz që pat që këtu periferit Vienës punoj une, kjo nuk ka qyteti në mes qytetit, ato më ja tregu në tjetër herë, që këtu deri ku kam rri downloadi, hala nuk është gati, nëse largon ata shprekjerit, downloadi ndalet, kështu që nuk e di a muj me më rri mas punës me ja u tregu apo nesërmen.
Njerëzën dola për punës që ora 3:23, po kjo nuk u bë download hala. E ka që të keqe se do të mu lidh me VLAN, ose me VLAN, do të thonë kjo ka internet për programat e veta, po internet për me bë download nuk ka, i vyn ma shumë, kështu që ose me VLAN, ose me hotspotin e telefonit, kështu që qëtash e lidha që u lidh me hotspotin e telefonit edhe vazhdon tutje downloadi. Qëtash derisa të voziti deri në shtëpi, normal e kam të lidht me telefon, e ban downloadin, nëse kryhet, ju tregoj se çka, nëse jo, e vazhdoj të nesërmën. E na vazhdojmë derisa të bëhet downloadi me pamjet bukura nga Vjena, nga periferia e Vjenës. Sash edhe ka dalë dili, koha perfekte. Në ndërkohë vështash t'ju përkujtoj, mos harroni me bë like nëse se keni bë, shtypni qëtash like, edhe subscribe nëse nuk e keni bë, edhe po se shumë pe këshirën videon, po nuk pe bëjnë subscribe ose like, nuk e di pse, apo harrojnë, për që ata qëtu në medis videos, po thom edhe njëherë, bëne like. Hajde.
e mrina në shtëpi që tash me 15.4 MB per sekond o të bë download, po gati mu kry, hala su kry, veç tash ta bëj update ku jena edhe kur të bëhet e instaloj, se edhe instalimi zgjat një 20 minuta, edhe tani ja u tregoj. Njerëz, do me thonë, sa herë që të hypin kerr, lidhet me internetin e telefonit edhe vazhdon downloadi për çaq sa jam kerr. Qëtash kesh me marrë djalin për treningit, edhe u lidh me telefonin, downloadi u kry. Që ku tregon që u kry, qëto, edhe qëtash mu me lëshu me instalu, qëtash të dalë për kerët, e lëshoj me instalu, zgjat dikon 20 minuta, ndoshta jo ma shumë, po zgjat ka nëj update i madh, do me thonë dikon 55 minuta, po kështu që këto e lëshoj qëtash natën, kur nuk më vynë kerri, e lëshoj edhe nesër mëngjes u instalu, edhe tani muj me ju tregu se çka kanë ardhur senet reja. Do me thonë e shtyp me instalu, 2 minuta i kam qëtash me zhdrypi kerrit, edhe mas 2 minutave fillon instalimi. Njerëz që pas na majt badi hava, kur gjo hiq, s'pas ka ardhe re. Jo, pas ka ardh, po nejse bili pak e keni shiju rrugën, pamjet e bukura të Vienës, edhe pse në periferike të herë, po deshte me jo kallëzu që ka ardh që kjo update-i i ri, po nuk po përmbaj ka shumë senet mëdhaja. Unë e prita një maj madh që ka me ardh, e kum pas se ka ardh në për tjerat shtete, se kjo funksionon, do me thonë Tesla e lëshon, por nuk shkon update-i për një dit në krejt botën. Edhin, po fillon për shembull në Amerikë, tani shtet për shteti, dal nga dal derisa të mrin, do me thonë krejt botën. Austria është dikon një për shteteve të fundit që merr update-in, e për që ta i kum pa për para videot në Amerikë, ose në Gjermani, ose në Skandinavi që i kanë tregu, edhe po këto se pas na pa se shka përmban, e menova se është qaj i rivi që ka dalë. Do me thonë që tash unë e thash se kjo është 2026.8 versioni, 2026.14 më do këtë është qaj i rivi update i pranverës që pëthojnë. A i ka pak ma shumë sene të mira, edhe të mëdhaja. Po, muj me thonë se edhe na vozicat e Teslave pak jena lasdru, se po presim sa herë diçka të madhe me pru update të madhe, edhe pse çdo 1 muj, 2 muj vin update-et çto të vogël, po këto edin kur të mësohet njeri me senet mëdhaja, tani këto të vogla ti doken kur gja hiq. Firmat të tjera të kerrave me makinë një herë në vjet ose në 2 vjet kanë update. Po si do qoftë, unë pja u kallëzoj pishot qëto 3 sene pas kanë ardhë. Që qëto 3 sene, do me thonë të Spotify ka ardhë një shigjet që për shembull kur e keni atë listën e kangëve, edhe nuk doni me shku me scrollit të poshtet e nalt, po veç që shtypa qenjen edhe del në fund të listës, pe provoj. Spotify. S'po më isha edhe më jau tregu Spotify-n, se që shpeshifni e kum
nuk e kum vazhdu kontratën edhe mu ka fshi kjo lista, playlista, se do me thonë mos me shku kështu të poshtë, kisha ardhë qëto veç një shigjet, e shtypat shigjetën edhe të vjen hec kjo faqja zhdryp poshtë. A vyhet, nuk e di. Mu nuk unë vyhet, se une nuk e kam Spotify-n, une e ku marrë qëtash YouTube Music. Do me thonë qëtash une e përdore YouTube Music, për që ata kjo e Spotify-t nuk unë vynë hiq. Kthehemi prap të senet që kanë ardhë të reja. Do me thonë e thamë që e shigjetat e Spotify ka ardhë, Groki ka ardhë me zonin e Leos që e ka akcentin britanik. Hajde pe provojna edhe këto, do me thonë e lypna Grokin. Hallo Grok. Hey there, what's on your mind? T'lutna fol shqip. You mean Microsoft's Pluton chip? It's a security processor first used in Xbox One, back in 2013, stop. now built into modern... Thash, a din të flasish shqip? Okay, stopping. What do you mean by Flash 1 Tafiash chip? Please, Can't find clear... please speak Albanian. Mirë, do të flash chip. Çfarë do të dish për Flash 1 Tafiash chip? Kështu po kuptojshe. Okej. A mundesh me ndru, qëtash je Rex, a mundesh me ba Leo? Po, mundem të luaj rolin e Leos nëse do. Çfarë thua? Leo, këtu, si po? Jo, pendroj. Leo me akcent britanik. All right, old chap. This is Leo, speaking with a proper British accent. What can I do for you, mate? Cheers. Tung Leo. 别慌，试试检查一下车门锁没锁上，或者电池电量够不够。需要我帮你查查车辆状态吗？ Please speak Albanian. Mos u shqetëso. Provo të kontrollosh derën nëse është e kyçur ose baterinë nëse ka energji. Po. A dëshiron të ndi... A je ti Leo me akcentin britanik? Mos u shqetëso. Makina është në Olbrich Gasse 502. Po, jo, mos e trego ku jam. A je ti Leo që flet me akcent britanik? Mirë, nuk e përmend më vendodhjen. Provo të aktivizosh Sleep Start ose Off-Road Assistant nga... Leo, a je ti ai Leo që flet anglisht me akcent britanik? Po, unë jam Leo, duke folur shqip siç ke kërkuar, por me aksentin tin britanik e të real. Çfarë mund të bëj për ty tani? Jo se pas ke akcentin hiç britanik, kur po fol shqip, po ta provoj në anglisht. Tell me what it's time. It's 5:05 in the afternoon, mate. There you go, proper British accent. Okay. Good, thank you, bye. Mirë, do me thonë qaj Leo me akcent britanik. Kjo mu nuk më vynë sen, për ndoshta britanezve ju pëlqen kur të folin me Grokin në akcentin e vetë. Kjo do t'i kishë rasë si kur Shqip, kur po foli Shqip me këto, kjo po folin gjullet rare, e kështu me ba një akcent për shembull të Kosovës. I shkon mirë. Edhe kjo e fundit, navigacioni e hjek ato cilët që ti sugjeron i hek. Kjo është e mirë, e dini pse, për shembull, a për shifni këtu kur e qet, ti qet këtu adresat,
ti sugjeron do adresa që për shembull i ke përdor do njëherë, edhe ato janë regjistru. Edhe kjo ti qetë kështu që ti mos me i lyp, po veç e shtyp edhe të qonë prap atje. Po kjo e mirë për shembull sikur unë që tash që jam të bo video edhe nuk du se cili me ma pa këtu se ku ju m'kanë, qa ku m'ba. Po, ose po kështë të thamë diçka, po mytë gruja. Do më thonë, as gruja s'mundet nuk i del këtu me pa se ku ju m'kanë une në cilët adresa e sene. Se edhe pse se bojnë ato për nesë. Po, këto për më ishe këtu me hek, me shku të Fahrzeug Navigation Zielvorschlag. Do me thonë, shkon të Fahrzeug, shkon të Navigacion, ku Navigacion? Navigacion, edhe Zielvorschlag, po, që kjo pas ka dalë, do me thonë këto e hek, edhe ma nuk dalin ato cilet. Qa e ke për sot, na falni qëto seneve që kënë dvogla që kanë ardhë, po si të vjen aj update-i ma i madhë, update-i i pranverës, atër me njerë edhe do t'ju informoj. Mbetni të përshëndetun edhe shihemi në video në radhës.